Rikthehemi në këtë mbrëmje me seancën e parë, me histori të cilat vinë sot me rrëfimet e tyre drejt për së drejti, dhe në telefonatën e radhës kemi një djalë i cili po na pret në linjë Jona. Ai është 26 vjeç dhe do të vi për të rrëfyer dramën e jetës së tij, i rritur me dy prindër të divorcuar, por që në vogli ai është përballur me skena të tmerrshme brenda mureve të familjes, skena dhune ekstreme ndaj nënës së tij, drog, alkool dhe shpeshherë është dashur të telefonojë policinë për të shpëtuar nënën nga babai. Kemi në linjë Klausin. Klaus, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dyja bashkë. Klaus, ti sot vjen për të ndarë një histori e cila edhe pse ka kaluar dhëmb akoma për ty. Nis që në fëmijëri. Si kujton ti vitet e fëmijërisë tënde? Vitet e fëmijërisë time kanë qenë pak të dhimbshme. Kam pasur shumë raste kur shikoja timat, kur dononte nënën time dhe ishte gjithmonë në efektin e drogës, alkoolit. Kur konsumonte ishte i papërmbajtshëm. Donte të kthente përmbys gjithçka që të arrinte qëllimet e veta. Cilat ishin qëllimet e babit? Çfarë donte të arrinte ai? Qëllimet e babit ishin që mendonte që donte të riktheheshe përsëri me mamin. Mami u mundua shumë kohë që ta rehabilitonte, duke e çuar në një qendër rehabilitimi për persona që konsumojnë drogë dhe alkool. U shtrua, u arratis sepse nuk qëndronte dot i mbyllur mes katër mureve dhe ishte i varur nga heroina. E kuptoj. Nuk mund të qëndronte dot i mbyllur në një dhomë pa konsumuar heroin. Shpeshherë vinte në shtëpi, mundoheshte të gjente ku kishte lek në përsirtar, ose mundoheshte që të merrte diçka në një send me vlerë që ta shiste dhe të blinte dozën e vet. Klaus, ti të gjitha këto ngjarje i ke parë me sytë e tua apo ti ka treguar mami? Jo, i kam parë me sytë e mi kur mami përpiqej ta qetësonte, ti qëndronte pranë. Por në një moment mami vendosi t'i jap fund marrëdhënies me babin dhe babi nuk e pranonte dot më faktin që s'ishte më me mamin. Por përpara se të shkojmë tek divorci i prindërve të tu, dua të kuptoj pak çfarë ka ndodhur me babain tënd. Pse ai nisi të bëhej i dhunshëm dhe kur ka qenë momenti që ai filloi të përdor drogë, alkool? Gjithçka nisi mbas rënies së firmave piramidale. Babi ka jetuar në Zvicër, pati punuar shumë dhe kur erdhi u kthye në Shqipëri, dëgjoi për firmat piramidale. Dhe aty mendoi që të investonte gjithë pasurinë e vet. E mban mend për çfarë shumë flitej? Kanë qenë shumë të mëdha. Mbaj mend që dhe kur pyesja gjyshrit e mi dhe mamin din kanë qenë shumë të mëdha. Dhe babai humbi në firma piramidale, po. Humbi. Aty ishte shkatrimi i tij, sepse tentoi përsëri të shkonte në Zvicër, të merremi aktivitete të palishme, aty u dënua, bëri burg. Pastaj në momentin që u kthye në Shqipëri, u mor përsëri dhe në Shqipëri me aktivitete të palishme, aty filloi të konsumonte edhe drogë. Por fillimisht ishte një përdorues i kokainës, mendonte që dhe thoshte gjithmonë që unë e kam veten në kontroll, do ta lë. Më pas momentin që ra financiarisht fare, ishte i pa punë, aty filloi të konsumonte heroin, sepse heroina ishte më e lirë. E kuptoj. Dhe u bë përdorues dhe i alkoolit. Ke parasyve të tu skena të babait tënd të droguar? Ka qenë një rast kur unë vija nga shkolla dhe hapa derën e shtëpisë. E kam gjetur babin duke kapur për fytin mamin dhe e kam parë me undët e gjakosura. Si reagove? Keq, sepse s'kisha mundësi ta ndaloja. Isha vetëm një fëmijë, isha komplet i pafuqishëm. Mundohesha e kapja nga këmbët, por ishte e pamundur. Nuk ishte në efektin e alkoolit, për mua ishte njeriu më i mirë në botë. Për arsye sepse ai më bënte shumë premtime. Babi të do shumë, unë do përpiqem dhe të dal nga kjo situatë, unë do jem përsëri ai që kam qenë. I bënte premtime mamit pafund, por që të cilat nuk i realizonte dot. Sepse përsëri shoqërohej me ata shok e përsëri konsumonin drogë. E kuptoj, dhe të gjitha këto ngjarje e detyruan mamin, pasi tentoi dhe ta shpëtoi baban tënd,
Të kërkonte divorcin. U divorcuan, kam qenë në gjykatë dhe aty mbaj mend më bëj një pyetje me këtë të qëndrosh. Sigurisht unë zgjodha të qëndroj me mamin, por mbas divorcit, mbaj mend rreth një vit më mbrapa, kishte konsumuar shumë alkool dhe vinte shkelmonte deri në shtëpisë. Dhe unë që rria mbrapa derës, e shikoja nga syri magjik dhe thoshja pse sikën, kisha frikë ta hapja derën, se pavarësisht se unë isha i biri, po ishin veprime të pakontrolluara. Çfarë ndodhi në ato momente? Lajmërova policinë. Erdhi policia, e morën, e shoqëruan dhe kur e kanë shoqëruar në mënyrë jo agresive, do të them. E unë jam habitur që mbas 4 orësh përsëri në darkë më ka ardhur dhe prap ka ardhur të shpërthej derën e shtëpisë. Dhe shpesh herë kam pësuar trauma më shumë kur shikoja mamin, domethënë të trembur dhe qande, dhe unë nuk isha japë që t'i dilja në krah. Shikoja gjyshrit e mi që mundoheshin ta ndalonin, ta merrin me të mira, që shiko kjo gjë që ti po bën nuk është ashtu si duhet. Nuk pranonte më faktin që ai ishte më me mamin. E kuptoj. Sa gjatë vazhduat kështu? Ne vazhduam rreth 7 vite. Ai tentonte shumë herë, priste domethënë kur mami dilte nga puna, rrinte fshehur as i diku dhe tentonte që ta kapte me zor, të fliste, ta puthte, tentonte që t'ja përsëri t'i tregonte që ai po bën një kthes, por më mbrapa pastaj u rikthye vjedhjeve dhe ishte e pamundur që ktheheshe babi i dikurshëm. E kuptoj. Arriti deri në një fazë që ai arrinte të kërkonte borxhe në emër të familjarëve të mi. Dhe shpesh herë na vinin njerëz nëpër shtëpi, na kërkonin borxhe që kishte marrë babi. Në emër të kujt? Në emër të mamit? Merrte borxhe? Në emër të mamit, në emër të gjyshërve. Dhe i premtonte që ato para që ai ja u kishte marrë do t'i shlyente shumë shpejt, por gjë që nuk ndodhi kurrë. Dhe njerëzit që ja u kishin dhënë ato para, ja u kishin dhënë me mirëbesim, sepse ishte mami dhe gjyshri dhe mi në këtë mes. Pa u lajmëruar dhe mami dhe gjyshri që ne po japim një borxh të tillë, a jeni në dieni ose jo. Në qartë. Flasim për fillimin e viteve 90, periudhën e vitit 97, kur kanë qenë rrëmuja të mëdha dhe sigurisht që bëshin edhe manuvra të tilla. Po, më pas, dua të di se çfarë ndodhi me ty dhe me mamin, Klaus. Vijuat të qëndronit tek shtëpia e gjyshërve në qytetin ku banonit? Po, dhe ne vendosëm që të qëndronin te gjyshrit, dhe mami më pas e pa të arsyeshme që të zhvendosin në Tiranë. Momenti që u zhvendos në Tiranë, ishte pa punë, pa shtëpi, pa të ardhura. Fillimit ishin shumë të vështira. Mami të mori me vete kur erdhi në Tiranë? Po, dhe problemi ishte që ishte shumë e vështirë të siguronim një shtëpi, sepse dhe pronarët e banesave kërkonin një paradhënie. Po ku qëndruat ju në fillim? Qëndruam në banesë me qera, ku ne siguroj një mik i familjes tonë dhe hyrje i garant që mbas pak kohësh do japim dhe paradhënien pronarit të shtëpisë. Aty mami pastaj më mbrapa filloi punë me një rrobaqepsi. Në atë kohë kur e mbaj mend, paguheshe vetëm 350.000 lekë të vjetra. Gjë që për 2 vete ishin të pamjaftueshme. Po qëraja sa ishte, Klaus? Paguanim 180.000 lekë për një apartament 1+1. Mos flasim për shpenzimet e tjera, trita, ujë dhe ushqim. E qartë. Kishim raste që merrim dhe borxh dhe prisim rrogën e mamit që momentin i shlyenim dhe përsëri do vazhdonim me borxh. Detyrohesha që gjej një punë part-time, duke qenë se isha edhe në shkollë, por ishte shumë e vështirë. Pra, deri në këtë fazë të jetës, ju erdhët në Tiranë, pas një mbështetje financiare dhe vazhduat të jetonit dhe të mbijetonit, duhet thënë, vetëm me rrogën e mamit, pas një të ardhur tjetër. Vetëm me rrogën e mamit, pas një të ardhur tjetër. Klaus, sa vjeç ishe ti? Kur kam ardhur në Tiranë? Po, kur erdhe në Tiranë, se përmend faktin që ndërkohë që ishe në shkollë, doje të gjej edhe një punë part-time.
Atje, kur kam ardhur në Tiranë, kam qenë 14 vjeç dhe shpesher në atë kohë mbaj mend ka qenë një firmë që shpërndante fletpalosja Po. të subjekteve të caktuara të bizneseve dhe shpesher më merrnin çdo ndjel ku shpërndaja fletpalosje dhe paguhesha 7 lekë për cop, që më duhet të shpërndaja një shumë minimalisht 1000 cop që të fitoja 7000 lekë të vjetra. E kuptoj. Ço bëje me këto para? Sigurisht një pjesë ja jepja edhe mamit, një pjesë më duheshin edhe për kisha dhe si shpenzime vetjake, duke qenë se isha gjithë ditën rrugëve, Po. do të merja ujë, sepse puna që bëja djersisja shumë. Ka qenë një periudhë vere, mbaja çantën në shpinë dhe shpina më dhinte dhe i kisha shpinën vetëm me djers nga rripat e çantës, sepse në çantë mbaja fletpalosjet dhe një pjesë i mbaja në dorë. Klaus, po me shkollën si kishe punët ti? E frekuentoje rregullisht, si ishe me mësime, e gjete veten? Aty e gjeta veten shumë keq, sepse rash në një klasë që kishte nxënës shumë problematik. Shpeshherë ata nxënësit bën impresione të tilla që duhet, nëse nuk u jepi lek, ti do të dhunohesh nga ata dhe ishin nxënës që i merrnin lek gjithë nxënësve të tjerë. Edhe ty? Dhe edhe mua, dhe mbaj mend mua mami çdo mëngjes më linte vetëm 600 lekë të vjetra që unë blija 2 byrek në pushimin e gjatë. Ishte një situatë që nuk mund ta përballoja dot më sepse i pa ngrënë do ta kaloja mësimin. Aty vendosa që t'ju kundërpërgjigjem. Dhe marrë një karrige dhe i godasje të dy. Dhe u betova që unë në atë klasë nuk shkoj më. Dhe nuk u ktheva më në atë klasë. Unë ba vitin shkollor, rria rrugëve. Mami mendon se unë shkoja në shkollë, ndërkohë që kishte pamundur që të shkëputej nga puna dhe të vinte të frekuentoheshe Të vinte të interesoheshe për ty, për mbarvajtjen tënde në shkollë. Po, e kuptoj. Po, ndërkohë që ti nuk shkoje në shkollë dhe the se rrije rrugëve, çfarë bëje? Si e kaloje kohën tënde të lirë? Aty fillova të njihem me shokë që ishin më të mëdhenj se mosha ime dhe ty fillohen hapat e para që bësha një fëmijë dhe pak problematik. Në të kuptim. Fillova të bësha edhe disi arrogant dhe më pas nuk doja ta frekuentoja me shkollën. Për sa muaj mund të themi që ti nuk e frekuentove shkollën dhe këtë kohë 6 muaj dhe më mbrapa mami e mori vesh. Një ditë ajo vendosi që të vinte me mua, ndërkohë shkuam në shkollë. Takoj mësuesin kujdestar, e pyeti si shkon djalimi me mësime dhe mësuesi i tha që unë nuk e njoh djalin tënd se kush është. Pse nuk pate guxim ti thuash mamit që ti nuk doje të shkoje më në atë shkollë dhe që në atë shkollë kishe probleme? Boll shqetësime ka pasur. Mami mbante gjithë barrën e shtëpisë dhe kisha të pamundur. Mbaj më një skenë që nuk kam për ta harruar, më ul në gjujin dhe po qante dhe më tha beto mbi mua që do ta mbaroj shkollën. Nuk e kisha parë ndonjëherë në nënën time në atë lloj gjendje. Unë atë vit e humba dhe mua më përjashtua nga shkolla. E kuptoj. Dhe shkollat e tjera nuk më pranonin duke qenë se vija me një status problematik. Po pse ishe problematik? Vetëm sepse nuk kishe frekuentuar shkollën apo edhe për shkak të incidentit, aktit të dhunës që përmendëm më parë? Nuk kisha frekuentuar shkollën, kisha goditur 2 nxënës. Po. Dhe si ja bëre ti me shkollën? Si ja bëra me shkollën? Mbasi kërkuam, unë regjistrova në shkollën 1 qershori. Drejtori e pa gjendjen time dhe me pak fjali erdhi keq, që kisha kaluar një situatë të tillë dhe vendosi të më japi dorën, duke më pranuar në shkollë. Përsëri dhe aty hasa problematika të tilla që shkonim në tualet, ishte nxënës që konsumonin rashash, ishte nxënës që mbanin dharën të ftohta si thika, doreza. Vendosa t'ja dalë dhe t'ju përshtatem. Në ç'kuptim të përshtatesh? Të bëhesh edhe ti pjesë e grupimeve të tyre apo çfarë? Po, ajo është. Vendosa që të bënda unë pjesë e grupimeve të tyre.
sepse i kisha dhënë nënës time një premtim që do ta mbaroja shkollën dhe nuk do t'i hapja më problema. E qartë, po duke u shoqëruar me djem problematik, mendon se po e mbaje premtimin e mamit? Jo, por nuk do t'i lija shkak që ta humbisja përsëri vitin E shkollor. kuptoj. Pra me sa duket Jona e ka gjetur si një formë për të mbjetuar, për të Aty kam parë raste dhune më ekstreme të mundshme, ku i bën impresion një djali që sapo pati ardhur nga Greqia, Po. e zhveshën, i bën thikën në fyt dhe i thoshin që na sill kaq lek. Ndryshe videon që po të bëjmë do ta shpërndajmë në internet. E tmerrshme Jona, ëh? Normalisht të sjellje tek adoleshentët, për shembull ne marrim rastin e Klausit, që ka filluar të ketë këtë llojin e sjelljes delinkuente, themi ne, ose sjelljeve të papërshtatshme, të rrezikshme që bëjnë adoleshentët. Këto duken sikur janë farë mënyrë kapriço. Por nëse ne ndalemi, paktën në historinë e tij, Po. shikojmë që këta janë pikërisht ajo që theti përpara, pra janë pikërisht sjellje ose një formë për të mbijetuar në një ambient aq tashpër. Por mos harrojmë që ka dhe një histori e cila vijon pra më përpara me babin e vet, pra një lloj shkarkimi të gjithë tensionit të akumuluar edhe përgjatë rritjes, po ne i themi edhe parentifikim emocional, momentit kur ne duam të marrim rolin mbrojtës për një prind. Dhe e ka bërë me nënën e vet. Vazhdimisht është dashur ta bëj, kur kthej nga shkolla shikonte dhunë. Dhe dhuna është një formë e traumës. Po. Sidomos kur ndodh në familje. Pra është pak komplekse mënyra se si ka vijuar, Po. edhe se si ka vijuar jo vetëm atje pjesa e mbjetesës së tij në atë atmosferë në shtëpi, po edhe në shkollë, edhe se si më pas ka dashur të ndihet dhe përgjegjës për veten, po edhe për mamin. Unë kisha një pyetje edhe për Klausin, se si vijoi pjesa e bashkëtesës me mamin. Tashmë ishte vetëm ti dhe mami. Çfarë po ndodhte me ju? Ishit më të qetë, mungesë të babit, apo ti e vuaje sërish, ishte i pasigurt? Kisha frikën sepse nëse do zbulonte ku ne jetonim, ai do bënte përsëri të njëjtat skena dhuna. Po ju të dy në shtëpi si ishit? Mami ka qenë gjithmonë më e mbyllur. Unë ndjesha disi më i qetë, kurse mami ishte më e shqetësuar për arsye sepse siç ja u shpjegova, kishte gjithë barrën mbi shtëpinë. Po merr dënja me të, domethënë ajo të shfaqe ndrysh aty në shtëpi, sepse jam shumë interesuar të di nëse e ke gjetur një lloj qetësie apo jo. Apo sërish vijoi të ishe me frikë. Mami mundohej gjithmonë që unë mos ta kuptoja se çfarë kishte ajo. Me qëndronte pranë dhe nuk donte të më përfshinte në situata të tilla. E shikoja gjithmonë që ishte shumë e stresuar, shumë e mbyllur në vetvete, dhe me pak fjalë u kthye dhe shumë agresive. Me agresive me ty apo Me mua për arsye sepse ishte e lodhur nga gjithçka, nga jeta që bënte. po çfarë ndodhi Vetëm më totalisht. pas me ju, domethënë deri më sot? Mbas pak kohësh, më thotë që shiko se dua të dalë pim një kafe. Unë isha disi më i rritur, kisha mbaruar gjimnazin dhe thotë që unë kam njohur dikë që mendoj se është njeriu i duhur. Ai do jetë krah për ty, krah për mua. Do jemi disi më të mbrojtur. Fillimisht unë nuk e pranoja dot që të shikoja një mashkull tjetër pranë të mamit. Sa vjeç Dhe një mendoja ishe? dhe gjëra ekstreme. Sa vjeç ishe ti kur ta tha këtë? Besoj 19. Pas ka qenë i rritur. Në fillim ti nuk e pranove. Nuk e pranoja dot, sepse unë rrita vetëm me mamin. Dhe nuk e di se si më duke prania një njeriu të huaj në shtëpi. E kishe Dhe në një frikë? mendoja gjëra me ekstreme. Kishe frikë apo jo? Që ata i do të Kisha, mendoja që mami do më donte më aq se sa di kur do t'i përkushtohej vetëm njerëgut. Ndoshta do vinte një kohë që do më thoshte shiko, ti nuk je më i vogël, mund shikosh jetën tënde. Ja kuptoj.
Klaus, por pas sa kohësh mami e prezantoi njeriu që ajo kishte zgjedhur dhe kur u bë ai pjesë e familjes suaj? Te mami kishte kohë që fliste, që ishte njohur me personin fjalë, po unë nuk e dija. E nga momenti që mua më tha një diçka të tillë, mbaj mend dhe mbas një muaj ai ka ardhur dhe jetonte në shtëpi me ne. Si kanë qenë Nuk isha i qetë. ato fillime për ty? Si e ke përjetuar ardhjen e njerkut, po i quajmë? Shumë keq. Siç e shpreha mendoja, kisha shumë ide negative në kokë. Kisha dhe njerëz që edhe shok që më frynin kuptimin e fjalës që si e lejon ti njëri të huaj që të jetë pranë mamit tënd. Po pse Dhe çfarë aty duhet të më bëje shtyn- ti? më Sipas shumë shokëve që të tu unë- sa kohë mami kishte njohur një njeri edhe e donte në jetën e saj. Po, por mendoj se isha i papjekur. E mban mend Dhe- sjelljen tënde atë kohë në shtëpi? Si sillesh ti me mamin dhe me njerëzit? Shumë ftohtë, ndërsa njerëzit nuk i flise fare. Po debate në shtëpi kishit? Debatoja dhe shpesh herë i kërkoja që të dilte nga shtëpia. Pa i si reagonte? Ai reagonte shumë i qetë. Mundohej, më afronte, thoshte çfarë ke, pse sillesh kështu me mua, unë nuk kam bërë një gjë, përkundrazi. Unë dua të trajtoj si djalin tim. Kishte fëmijë partneri i nënës? Pra vinte nga një martesë më parshme kishte. apo jo? Po kishta. Kishte marrëdhënie me fëmijët e tij? Jo. Sepse fëmijët e tij jetonin shumë larg. Përmendë pak më përpara që krijoheshin debate në shtëpi dhe ti i kërkoje partnerit të mamit të dilte nga shtëpia. Këto debate nga se krijoheshin? Kush i krijonte? Vini natyrshëm apo ishe ti që krijoje situatën? Isha unë shkaktari që i këtë lloj situata. Je përpjekur gjatë kësaj periudhe ndoshta të ndash mamin nga partneri? Pra, ke tentuar Po. me mënyrat e tua? Ka pasur shumë tentativa. Që unë jam bërë pengesë mamit të ndaj nga ai. Një kohë të caktuar kam menduar dhe i kam analizuar të gjitha dhe kam qenë fajtor. Sepse ai më dhuroi gjithë dashurinë e botës, u gjen pranë në momentet më të vështira të jetës time. Dua të them edhe që baba nuk është ai që të lind, por ai që të bëhet të rrugës. Pra, nga i mos pranimi fillestar, me sa duket partneri i nënës ka arritur t'ja marrë zemrën Po. jonë, apo jo? Po. Në Klausa ko t'u desh që ti ta pranoje njerkun tënd? 2 vite. 2 vite. Po si kanë qenë këto 2 vite për ty, Klaus? Shumë ftohta. Si e gjeje veten në shtëpi? Ti brenda vetes tënde si ndihesha? Ndihesha si i huaj në shtëpinë time. Po marrëdhënien me mamin gjatë kësaj periudhe si e kishe? Si sillej mami me ty? Shumë të ftohtë. Mami mundoj që të më merrte pranë, të më fliste pse sillesh kështu, pse i bën këto gabime. Klaus, kam edhe një pyetje. Thjesht- Si e priti babi yt njohjen me partnerin, mamin dhe partnerin e saj të ri? Babi bëri mos që momentin që e mori vesh, sepse shumë pjesëtar të fisit tim ja treguan që mami ka gjetur një person që të kaloj jetën, arriti në atë fazë e thoshte do ta vras. Ti ndikoheshe nga Ajo është vetëm e ime dhe askuj tjetër. ndikoheshe nga babai yt ndërkohë? Për ta përjashtuar gjithmonë më shumë Po, njerkun? Jo, shiko, ka një diçka që unë nuk është se e kam dëgjuar direkt nga goja e tij. Ai çonte fjalë familjarëve të mi që të thoshte këtë që nëse ai vjen në qytetin ku unë linda dhe u rrita deri në një farë moshë, ai do ta vrista. Pra ka pas dhe kërcënime, kuptoj. Po ti gjatë Dërgonte kësaj periudhe njerëz që nuk është se komunikoje me babin, nuk është se kishe komunikim me babin tënd. jo, apo? i kisha ndërprer marrëdhëniet si me babin dhe me gjithë familjarët e tjerë, si Pra, me sa Tezja, duket Halla. nuk e ka pasur atë ndikimin direkt, Direkt, nga po. babai. Se ngela tek ajo që tha pak më përpara, baba nuk është ai që të lind, por ai që bëhet rrugës. Të bëhet rrugët. Duket sikur ke bërë atë ristrukturimin e figurës babait tek njerku. Ai të ka dhënë ndoshta diçka që nuk t'i ka dhënë babai yt.
sigurinë ose mbështetjen që po thoje ka duruar në ato momente që ti shpërtheje? Ai më ka dhënë më shumë nga që duhet më jep ta. Se fundi e fundit ai duke parë një reagim të tillë mund të zgjidhte të largohej dhe të shikonte jetën e vet, dhe duke thënë që shiko se unë nuk mund ta duroj dot me një fëmijë me sjellje të tillë. Por përsëri ai më duroi, më këshilloi. Klaus, po jeta jote si vijoi, domethënë nga kjo mbështetje, ndryshim i familjes, pra futja e një personi të ri aty, tu desh patjetër kohë të përshtatëshe me këtë ardhjen e tij dhe mendoj se ju ndodh një pjesë të fëmijëve, nuk e pranon kollaj një partner të ri të një prindi. Po jeta jote nga momenti që ti fillove të ndiheshe më i sigurt brenda shtëpisë, pati një efekt? Patjetër që pati. Mbasi mbarova shkollën, synimi ishte të gjeja një punë. Ishte pak e vështirë, duke qenë se edhe kur nuk ke eksperiencë pune, shumë biznese dhe nuk dëshirojnë të të punësojnë. Por njëherë në atë moment, duke qenë se kishte njohje shumë të mëdhaja, u bë si një orë lidhse për mua, që të ndihmonte që të gjeja një punë që mua më përshtatej, që mund ta bëja me pasion. Dhe si e sot? Ndihem shumë mirë dhe kur i kujtoj ato gabime që kam bërë, mendoj që ja fal dot vetes. Po fakti që e pranove ndihmën edhe ju ktheve diçkaje që po të priste ty, pra një rrugë tjetër, je krenar për këtë moment? Patjetër që jam krenar. Ai shumë sa bëri për mua, nuk do ta bën, askush nuk do ta bën ta. Gjithë secili do zgjidhte të shikonte jetën e vet. Klaus, Po, nëse vite mund nuk ta janë pak. kujtosh, të vjen ndërmend momenti ose periudha kur ndroi marrëdhënia me Njerkun. Pra, pati diçka, ndodhi një ngjarje apo çfarë bëri që ta ndryshoi këtë marrëdhënie? Tash që ty po kuptoja gabimet e mia dhe kuptoja që ai nuk ishte në interes tek unë, por përkundërzi donte që të ishte krah meje, krah mamit, ta shifte të lumtur që të dy. Duket se i kam mbledhur sjelljet njëra pas tjetrës edhe ka Pastaj- krijuar atë besimin. Aty pësova dhe një dramë tjetër, ku mora vesh që i madh në rrjet. Para sa kohësh ka ndodhur largimi i babit nga jeta? I madh ka vdekur në vitin 2021. Para rreth 4 viteve të themi. E përjetova pak keq, duke qenë se fundi e fundit ishte babi im. Po patjetër, në çfarë rrethanash e humbi babi jetën? Në një aksident automobilistik. E kuptoj që ky është një moment absolutisht tjetër traumatik, pavarësisht në lidhjeve që kemi me prindrit që na shkaktojnë dëm emocionale, sërish mbetet një lidhje me ta. Po diskutim. Edhe duket nga mënyra se si flet Klausi, e shikoj që ka një shkëputje emocionale nga ngjarja. Dhe rrëfen, po nuk e ndjen, sepse nuk e lejon mbas se është shumë e dhimbshme. Jo se ai e bën me qëllim këtë gjë, po sepse është detyruar ndonjëherë ta bëj. Ose ndoshta edhe fakti Ka qenë vite shumë të për mbabit. kanë qenë vite shumë të dhimbshme Po, dhe mbaj mend skena të tilla, dua t'i shtoj edhe këto, Po. që kur lash bëja një dush, kalova një lloj traume që më mbytesha, nuk e duroja të mas praninë e ujit, edhe natën më dilte gjumi, çohesha i trembur, i traumatizuar. a ja besoj ndërkujt këtë momente që ti kishe, apo i mbaj me vete, gjithë përjetimin. Mbaja me vete dhe shpesh herë flisja me disa familjarë të mi që shiko se mua po më ndodhin këto skena. Ata më thoshin që shiko, kur flas familjar, flas kushëri. Thoshin drejtohu një psikologe. Unë nuk e dija se çfarë ishte psikologe. Sa vjeç ke qenë Klaus kur të ndodhin këto shqetësime, këto simptoma? Unë kam qenë 10 vjeç. 10 vjeç. Pra ka qenë fiks periudha pas divorcit të prindërve. Po. Shpesher gjyshit, kur çohesha nga gjumi, çohesha i trembur, i traumatizuar, gjyshit vinin më gjeneshin pranë. Po ti ishe në shtëpi në reja, apo ishe akoma në shtëpinë e vjetër me Jo, kam babin? qenë në shtëpinë
kam qenë në shtëpinë e gjyshërve. Që ndodh një lloj reagimi të tillë mbasi ka mbaruar periudha traumatike që ti aty e shfaq gjithë atë shkarkimin, edhe me mankth, edhe me zgjime në këtë formë, edhe me mendime shumë negative. E kuptoj që ti e Kam trembur pasur asaj nevojë periudhe. që të flas me dikë, të hape me dikë. S'kisha asnjë pranë. Sepse nuk po e gjej dot pse e kishe këto simptoma, apo deri diku e kuptoje që ishin gjithë historia e jetës deri në atë moment që po ta jepte. Jo, në atë moshë unë nuk e kuptoja Nuk e dot. kuptoje dot. Gjithmonë kam pas nevojë të hape me dikë, të flas me dikë. Po, Por me mamin. fatkeqësisht nuk e gjeta dot. Po me mamin. Me mamin nuk mund të flisja për arsye sepse shikoja si një ndjenjë turpi. Pse ndeje turp të flisje me mamin? Sepse kanë qenë ato paragjykimet, ndoshta do të vi për qeshë, po se di, ju e keni dëgjuar shpesh herë kur thonë çon mami, dhe ta thonë me përbuzja. Edhe nëse ti e bëje vetëm me të, pra flisi vetëm me të në privatësi, nuk Po, e kishe këtë lloj në frike. privatësi e kisha këtë lloj, përveç kësaj frike, nuk doja që ta ngarkoja më shumë në këtë kuptim, E kuptoj. sepse ne për vite me radhë kemi vuajtur në çdo lloj drejtimi. Të përndjek e kaluara, do të thënë edhe tani që je rritur, e ke akoma ato rikthimet në episode caktuara apo jo? Deri diku po, mendoj. Çfarë ka ngelur? Deri diku po. Me fuqishme? Cila pjesë, segment? Nuk kam për të harruar kur sa të kemi jetë, skenën kur shikoja që dhunoheshe mami. Ti the që ndjeje një lloj pafuqie kur e shikoj atë, se nuk e mbroje dot, nuk bëje dot diçka. Patjetër, dhe si ta shpjegova, mbaj mend vetëm kur shkoja kapja nga këmba, sepse isha dhe i vogël, por skenën kur unë e kam parë mamin me hundët me zgjak dhe kur e kam parë që e kështë kapur për fytin, nuk e harroj. Nuk e harroj dhe nuk ja fal ti madhi biologjik, si në këtë jetë dhe një jetën tjetër. Nuk ja fal. Klaus, e di që po nga mënyra se si ne dhe drejtojmë pyetjet, ndodh një lloj ndryshimi edhe në emocion tek ty, po bëja lidhjen teksa po flisje, se si futja e një personi të ri në jetën tuaj, pra njerkut, ka ndryshuar jetën tënde, ka ndryshuar dhe jetën e mamit. I ka dhënë asaj një tjetër lloj atmosfere komplet nga ajo që është jetuar më herët. Sot e vëre, mami nuk është më si dikur, pavarësisht se edhe ajo ka streset dhe gjithë barrën e shtëpisë, në kuptimin që ka 2 meshkuj që duhet i bëj gati, duhet i përgatisi. Por nuk ndihem më siç jam ndier më parë. Kuptoj. Thash, unë e kam rryer njerëz me shpirt. Mendoja bëshe gjithmonë pengesë që ata të ndashin. Ti the ke një faj për atë periudhë, por duhet ta dish që është shumë e zakonshme që ndodh, pra refuzimi i parë. Ti ke pasur shumë frikra, të the edhe vet, prandaj është justifikueshme gjithë ajo mënyra se si ti ke reaguar në atë kohë. I dënoj veprimet e mia. Shumë mirë, sepse kjo të bën që të mos i përsërisësh, por në atë kohë është justifikueshme. Si ta shpreva unë e dua fort, thash për mua ndoshta fjala njerëz është fjalë e rëndë. Ti si thret aty? Por për mua sot si e thras. Tani ka një diçka që kur jam me shoqërinë, sepse unë nuk ju kam treguar kurrë baba im biologjik i vdekur. Po. Kur jam me shoqërinë më thras babi. Por kur jam në shtëpi më thras në emër. Edhe sot jam ndjen pak keq. Shpresoj të më kuptosh. Jo, kjo është edhe mënyra, domethënë, është natyrshme, do të vi shumë natyrshme tek ty për t'i thënë babi. Nëse ti nuk e ndjen, nuk ka asgjë të keqe. Edhe ai e kupton, ka përshtypje. Por ndjem shumë siklet. Disa shokë që e din historinë time, më vini me pak fjalë me shpatulla mbas murit, duke më thënë që shiko, ti nuk mund t'i thuash babit dikujt që s'është babi jot biologjik. Ti ke vetëm një baba. I rëndon edhe pesha e gjykimit, ë? Po gjykimet janë të rënda në çdo lloj. Dhe në shoqërinë shqiptare këto paragjykime ekzistojnë.
Po. Kanë ekzistuar, Sidomos mendimi i ekzistojnë dhe do të shokut. ekzistojnë. Sidomos Mendimi- mendimi i dikujt që se ka të kaluar atë që ti ke kaluar. Kështu që në këtë rast mbetet vetëm të dëgjosh çfarë të thotë gjykimi yt. Për këtë e di që ne i zgjasim shumë veshët çfarë na thon të tjerës shumë misën e rasteve, por në këtë situatë ajo që ti ke kaluar është komplet eksperienca jote dhe askush tjetër s'mund ta përjetojë atë që ke përjetuar ti eksakt. Kështu që nëse një ditë do e ndjesh t'ia thuash këtë fjalë, atjetër do jetë për ty ajo, jo për ta bërë të lumtur njerëkun, në fal, se nuk dua asnjë të referojmë kështu se më thej që e kam të bezdisshme t'i them njerëk, por mbetet thjesht për ta referuar, të referuar si person. Thash, është një person aq i mrekullueshëm që ka bërë shumë për mua. Akoma e vëre që siç ma ka shprehur që sa të kem jetë do të bëj dhe do të gjendem pranë. Më vjen shumë mirë që e ke këtë lloj mbështetje sot. E meriton ta dije se si është të jetë një njerëz që kujdeset për ty. Unë e konsideroja që mund të ishte si imant biologjik, ndaj e krijova këtë lloj mlethi, këtë lloj urrejti, këtë lloj përpikje të fusja për çare në shtëpi. Ai lloj Nuk ishte reagimi, shumë Klaus, urrë. do ta them që nuk vjen nga ty, po vjen nga trauma. Ajo që ti ke kaluar. Sepse nuk e dashur përsëritej me ty apo me mamin. Pra ta bëjmë diferencën sepse të ndihmon dhe ty të shkëputesh nga ndjenja e faj që ka ndodhur në atë kohë. Mendon që ardhja e një figure të re mashkullore dhe në këtë rast është një model pozitiv, ja qetëson plagët Klausit apo traumat e tij vijojnë të mbeten aty, pavarësisht se Në fakt është ndihmuese, sepse ai nuk e përgjithson traumën, e ndalon aty. Ajo që ka ndodhur i përket një personi tjetër, një historie tjetër, nëse ai do të vazhdonte të kishte refuzim ndaj partnerit, do thotë që trauma nuk ishte përpunuar mjaftueshëm. Kështu që ai ka lejuar, e ka pranuar, për këtë i them që duhet të jesh krenar për veten që ja ke lejuar vetes dhe personi mundësinë të tregojë se mund të krijojë një raport tjetër me ty. Për këtë ai ka rindërtuar babain në një formë tjetër. pra përveç ndihmës në jetën fizike, Po. ka ndihmuar edhe në shërimin e plagëve të Klausit. Eksaktësisht, po. Prandaj është një Partneri eksperiencë nënës. shëruese për Klausin, po edhe për mamin e vet. Patjetër, sepse Klausi më ka treguar në rrëfimin paraprak që ne kemi pasur që ka arritur ta pranoj partnerin e nënës, kur ka parë që nëna e tij ishte e lumtur krah tij. Apo jo, Klaus? Sepse unë aty parë që në ndihmë respektonte, e donte, i gjeni pranë momentet vështira. Aty kuptova që ishte një marrëdhënie e sinqertë, një marrëdhënie që kishte ato frytet e veta pozitive, por që e donte në ndihmë dhe e respektonte. Pra i more provat, u E sigurove mbështeta. dhe tashmë je Patjetër. qetë në atë pjesë. Aty u binda që unë jam plotësisht gabim. Shko, se është shumë e bukur të Sepse thuash që nëse do- isha gabim. Nëse do kisha marrë mendimin e shokun, sot do të isha në burg. Do isha një dënuar. Klaus, ti ke dashur Thash, kam- shumë pak ndihmë që ti të marrësh drejtimin e dur. Kur them pak ndihmë janë gjërat të cilat neve duhet i kemi në familje. Ato që ti tashmë po i gëzon. Mbështetja, siguria, dashuria, prania njerëzore. Patjetër. Prandaj kaq ke dashur që ti të rilidhesh me jetën në një formë tjetër, ndryshe nga çfarë mund të ndodhte nëse nuk do të ishin këto. Jam shumë e lumtur që ka ndodhur kjo gjë me ty. Po ti, Klaus, si Patjetër edhe- ndihesh? Dhe ne Je i lumtur? ndihem shumë mirë. Patjetër. Ndihem shumë i lumtur. Na vjen mirë vërtet për ty edhe për gjithë transformimin që ti ke bërë gjatë përjetimeve që jeta ti ka sjell pa dëshirën tënde, ti ke qenë i vogël, ke përjetuar trauma të mëdha, je përballur me vështirësi edhe me sfida vërtet të pamundura bashkë me mamin për një jetë të re kur keni ardhur në kryeqytet, por ndoshta edhe ardhja e partnerit të mamit ka sjell një transformim jona në jetën e të dyve. Absolutisht. Mba fëmirin time du jetova më atë fëmirin që do ta jeton dhe çdo fëmijë. Ky është pengu im më i madh. Jona, sa gjasa ka që të shërohen traumat e një fëmie, edhe kur ai në moshë madhore arrin të gjej siguri emocionale, fizike në jetën e tij, qoftë edhe të ndërtoj familjen e tij.
gjestat për ta kaluar një traumë janë nëse ka momente shëruese gjatë procesit tjetër të jetës që vijon, që do thotë nëse në rastin e Klausit shfaq një person që i jep të kuptoj se nuk është njëjtë modeli i babait, siç ti e kalove, por ka dhe model tjetër, ai ka një model të gatshëm edhe për veten e vet, kur të jetë prind, se si është për kujdesesh për fëmijën. Dhe kjo, siç e tham, e ndalon momentin traumatik, patjetër që vazhdon të jetë efekti, një dhimbje do ta ndjesh gjithmonë, të asaj që ke kaluar, siç e tha dhe tani Klausi, që më dhëm që s'e kam kaluar një fëmijëri tjetër, por ajo dhimbje i përket të kaluarës. Ne nuk mund të ndalojmë edhe të shkojmë pafundësisht aty. Sepse e kuptojmë që sa herë shkojmë vetëm na jep dhimbje. Ne vazhdojmë, pra pranojmë procesin e jetës, pranojmë ndryshimet, atë që ty ndonjëherë të duket sikur do të rikthej tek trauma, në të vërtetë mund të jetë momenti ku ti e heq, pra nuk e përgjithëson. Në Ndonjëherë pak kalon fillova të rikisha para koha. po, dhe ty të ka rritur jeta para kohe, ndoshta atë procesin e shërimit dhe të transformimit Klausi e ka bërë vetë, e ka ndihmuar siç e përmendëm edhe partneri i nënës, por nuk ka pasur një ndihmë të mirëfillt për ta kaluar këtë vështirësi, pra nuk ka pasur një terapeut, nuk i është ofruar ky shërbim. Kanë qenë, por gjithë secili të ofrojë privatisht, duke mundësuar një pagesë mirëfillt. Po pra, po nuk e ke marrë shërbimin psikologjik, Jo. pra nuk je trajtuar Jo, asnjëherë. sepse kanë qenë në pamundësi ekonomike. E kuptoj. Shiko, Është ku kam ndoshta qenë e udhës që psikologe Klaus shtetërore. edhe në këtë moshë që është në këtë fazë të kërkojë Patjetër mbështetje që psikologjike. po, sepse siç e tham gjurmë të caktuara ngelin, sado që ne avancojmë, rritemi, mund të ngelin. Pra ka persona që nuk ju bën më përshtypje historia të kaluarës në atë nivel që t'i ndërlikojë jetën aktuale, po ka persona që mund të kenë rikthime, mund të kenë ndonjëherë kujtesa të dhimbshme, mund të kenë mangëse gjatë natës, ëndra të këqija. Mund të kenë eksperienca për shembull tranzicioni që futemi në një stad tjetër të jetës kur bëhemi prind dhe na kap shumë frika që mos përsërisim dhe ne shumë vajza dhe shumë djem ndonjëherë thon këtë gjë, nuk dua të bëhem si mami, nuk duam të bëhem si babi. Edhe sikur nuk mos ke njëtuar eksperienca të traumatike të fuqishme, po janë disa lloje cilësish që prindi ka, cilat fëmia kur bëhet prind vet, thotë unë nuk dua t'i kem dhe kam me frikë të madhe. Dhe çfarë ndodh në të vërtetë? Ecën në gjurmët e prindërve, pra ndjekin modelin apo Po shiko, koputen? nga frika ndonjëherë ti kujdesesh aq shumë që mos i bësh, derisa pastaj të fillon të bëhet një sjellje automatike ndryshe. Njerëzit nuk duhet ta marrin gjithmonë frikën si një element shumë kërcënues negativ për ta. Frika të bën të jesh shumë i kujdesshëm për të mos rënë në gjurmët e prindit, për shembull ose cilësive që ti nuk i do ti kesh. Pastaj nëse ndodh që shfaqen dhe ti nuk e ndalon veten, këtu futet terapia, që të bën ti heqësh modelet e vjetra. Që Klausi do të mund shtojë ta edhe konsideroni një diçka, moment i jetës së tij apo jo? Nëse ai e ndjen të nevojshme, kur është gati, ne themi gjithmonë se është më Po bashkëpunues. patjetër. Ose ta provoj për ta parë Asgjë se për të si është. imponuar, po thjesht për të kuptuar situatën dhe nëse ka ende vend për të punuar me rastin. Gjithmonë ka vend terapi. Gjejmë edhe kur njeriu thot, personi vjen dhe thot nuk di nga ta filloj, nuk di se çfarë kam, mbase problemi im nuk është aq i rëndësishëm sa problemi i dikujt tjetër, po gjithmonë ka vend sepse dhimbja jote është e rëndësishme për atë që t'jep ty. Patjetër. Klaus, unë shpresoj shumë që të ketë shërbyer kjo bisedë, rrëfimi që ndave sot me Jonën dhe me mua, ndoshta edhe orientimi që Jona të drejtoj në bisedë, dhe gjithashtu ne të falenderojmë shumë që këtë rrëfim që Ishte ndoshta kënaqësi nuk për e ke mua. ndarsh me shumë njerëz e solle sot në program. Ishte kënaqësi të ndaja me ju Faleminderit. historinë e jetës time. Faleminderit. Jona, kemi ndërkohë në linjë një tjetër telefonues që do të sjell një tjetër histori, shumë të vështirë sepse në seanca e parë vinë personazhe dhe njerëz të cilët kanë ngjarje për të ndarë edhe ndoshta edhe një këshill për të marrë, një mendim për të marrë.